buxhetit, këtu mungon kryetari i parlamentit, mungon kryeministri, mungon gjithë ministrat, të gjithë karrigat janë bosh. Në fakt, jo, nuk mjafton, jemi në seancën e buxhetit, me që po thot mungon ministri i arsimit, i bujqësisë, i ekonomisë, të gjithë ministrat, i pushtetit lokal, gjithë ato që kanë bëjnë me shërbimet. Dhe në fakt mungesa atyre është më sinqertë se sa vetë fjalimet e tyre. Dhe i bie që buxheti i kësaj qeverie është tamam si një film mafios, ku aktorët vinë në premierë dhe kur i kërkohet llogari pastaj zhduken. Kaq kisha. Ministri i Financave është prezent. Kryetari i Parlamentit normalisht që do zëvendësohet, se pra ne janë zëvendësuesit, kështu që jemi në rregull. Zoti Sajmir Koreshi, zoti Leskaj. Vërtet për procedurë, zonja drejtuese seancës, ju nuk po dini ta drejtoni me korrektesë seancën. Ju e lejuat ministren tuaj që kaloj dhe në... Fal. Ju e lejuat ministren tuaj që shkel jetikën. Ju duhet të ndërprisnit fjalën e ministres dhe zonës kryeministres Balluku. Pavarësisht situatës në cilën ndodhet ajo, asnjë nuk ka të drejtë të përgojoj familjarët. Zoti Leskaj, kjo nuk është për procedurë. Të lutem. Po s'po e luaj unë, nuk ju lutem. Për më tepër, dua të saktësoj këtu për deputetët e nderuar të Kuvendit që nga shtatori 2005 deri në qershor, në mos gaboj, maj qershor të vitit 2007, zonja Blegina Agolli ka qenë sekretare në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe ka ushtruar plotësisht këtë detyrë duke punuar me përkushtim. E theksoj me përkushtim. Nuk ka punuar në biznes privat dhe këtu ishte e pavërteta e ministres. Kjo nuk ka të bëjë me procedurën. Jo, është procedura. Se lidhet, shiko, një pavërtet e thënë nga ministria dhe e lejuar nga ju nuk është mirë. Se ju prishët situatën në Kuvend.